Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga Shkodra. Kemi ardhur këtu në Shkodër në lagjen Skënderbeg sepse këtu ka një konflikt hapur. Janë 30 familje që luftojnë betejën e tyre për të mbajtur shtëpitë e tyre ku jetojnë që për fillim viteve 90. Në fakt, nuk janë tamam shtëpi, aso kohë ka qenë shkollë. Po shkolla u mbyll. Dhe bashkia e Shkodrës i futi këto familje si të pas tre në këto objekt 3-4 që ndodhet pas krave të mi. Po që ndodh? Pas afër 33 vitesh, tokës i del pronari i cili e blen këtë objekt me gjithë njerëz brenda, pra me gjithë familje. Dhe nga i moment ka filluar konflikti, ka filluar përballja në dyert e gjykatës, në dyert e shtetit, në dyert e bashkisë, ka një mal me letra. Po dek nuk e lëshojmë, absolutisht, po dek, janë kryti tu nuk e lëshojmë, le të vinë Zoti le të vini tu, pa marrë venimet prerë, se taman gjykata nuk ka shanse me marrë. Kaq kemi mundur të mësojmë nga përballja e banorëve me pronarin, me shtetin, po se çfarë realisht unë e thon vetë banorët. Një pjesë tyre unë i kam mbledhur këtu në oborrin e këtij pallati, pra në oborrin e shtëpisë tyre, dhe do t'i falenderoj. Faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Ju falenderoj edhe ju. Tani, si quhet rruga njëherë, ta fillojmë tamam për saksim. Banesa është shkolla rezervave, rruga Gjevalin Gjadri, për ai zotnia që i pretendon sa shteti ja ka bën Nën Tereza. Pra, kjo rrugë në hartë është rruga Nën Tereza këtu. këtu. Këtej është Gjevalin Gjadri. Po ju pret kjo rruga këtej. Jena ka, E Gjevalin Gjadri. kuptoj, shumë mirë. Si quajnë? Unë quhem Docnoci. Jam banor i kësaj ndërtese që ishte 92-shin. Pra, 92-shin? Dyshin jam bë banor i kësaj ndërtese. Unë jam lind e rritën në Shkodër. E kuptoj. Tani, unë thash që juve ju ka fut bashkia, e vërtet është? Bashkia me një venim numër 52. Datë 5/9/92 ka marrë venim që ky konvikt të shpërdohet banorëve të pastre. Edhe një ndër to shkruhet në flet akmarrëveshje që bashkia nuk merr përsipër shpenzimet për ta kthyer në ambient e banimit sepse këtu kanë bashkëklasat. Pra, Troçu thot juve Për me na hek gjeni qafet, lek, për me na gjeni hek lek dhe qafet rregulloheni, ne, bëni shtëpi. Për me na hek qafet ne, edhe përmes me shkatru me fjalë që ishin drejt Po. shkatrimit ndërtesat në atë kohë, jena vendos këtu, edhe më i vogli mund të ketë bërë deri 20.000 euro, 10 milion lek shpenzime për ta kthyer në ambient e banimit. 20 milion lek Po. për me i bërë shtëpi. Për me kthyer në ambient e banimit se s'ka pas instalim ujit, s'ka pas baja, s'ka pas ndryshim. Gjithçka me lekët tuaja. Gjithçka me fondet tona. Edhe është në shprehimisht në këtë marrëveshje që bashkia nuk merr përsipër shpenzimet për ta kthyer në ambient e banimit. Kur ke hyrë ti te ky objekt? Unë kam hyrë 92-shin. Në 92-shin. 92-shin kam hyrë në këtë objekt. Ti je i pari? Jam i pari që kam hyrë këtu, edhe gjithë këta më kanë kontaktuar përpara se me hyrë këtu, si funksionon i shtu, me fjalë bashkia e ka marrë me fjalë venim që do të shpërdohet për të pas tre. E kuptoj. Sot sa banor, sa familje janë brenda? Këtu janë 30 familje afërsisht, mund të jetë një më shumë më pak, pakësi ka. Dhe banor sa bëhen? Banor 30 banor mund të jenë rreth 200, 150 të shtu. E kuptoj, ju nuk është se i keni firmat me bërë një peticiona, me bërë një... Okej. Por kjo është më e bukur se mas 20 vjetëve që kena banu këtu, na kanë orë letrat për me dalë jashtë për me liruar. Aty kena filluar me fjalë për me lëvizë pak. Eksaktësisht kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në 2012 me përmarues Martin Tushën. Kanë ardhur këtu edhe me forcat e policisë për me nxjerrë jashtë banorët. Unë atë kohë kam kanë në Itali. Pra ju nuk dini gjë deri në 2012. Absolutisht. Asnjë. Jo unë asnjë. Janë bërë gjitha pa palën tonë. Ju s'dini gjë fare që po e blinte tjetër? Absolutisht. Po si u shiti bashkia me gjithë njerëz brenda? Po kjo është tona ajo bukura. Se bashkia bëri apo e bëri antibaneze? Kjo është tona ajo bukura, se Lorenz Luka në atë kohë, kryetar bashkiet, se na kena kërkuar me privatizuar se shumë
me fjalë filluan mu bën privatizimet, Po. edhe ne a thoshin ne pritni se so ka zgjer kush jashtë, po na doshim me privatizu, me kryer punë. Bile un kam edhe dokument ton, nëse është e nevojshme Po, ta jo, pasaj. jo, do më tregosh të gjitha Bukur. dhe unë do t'i fotografoj dhe sërë, Bukur. thuash ti do vendosim dokumente. Kam i dokument këtu, Po. që në 2009 ne kena Po. kërkuar Lorenz Lux bashkisë, Po. këtoj bashkisë, me shkres, Aha. për me privatizu dhe nuk na ka pranuar ne se nuk janë kushtet. Kështu ka thënë, në 2000, Po, e kena me shkres këtu. në cilin vit? 2009. Në 2009. 2012 me datën 2/11. Ja, mbaj afër, të lutem, mbaj pak afër në mikrofonin. Me datën 2/11 2012 e ka blezët një në fjallë. Ai për ne mund t'jetë shumë i nderuar, por si blehet i ndërtes me 30 familje mbrën, edhe është e bukur prap tjetër se aty thot po vretje. Si blehet i ndërtes me 30 banor, 30 familje mbrën, edhe po vretje. Dhe pa ju larmëruar jo. Absolutisht. Absolutisht. Tani shitje nuk është se e bëri bashkia, bashkia e bëri shitjen apo e bëri ministria, ishte kaluar? Tropin i bashkia ja kanë në tropin ministrisë. Ministrisë Arsimit, Ministria e Arsimit ja kanë në bashkisë. Po dek nuk e lëshojmë, absolutisht po dek, janë kryti tu nuk e lëshojmë, le të vinë Zoti, Zoti le të vini tu, pa marrë venimet prerë, se tamam gjykata nuk ka shanse me ma. Normale shumë i fjallë t'i 500 euro në ashtë një kanë në betonin se bëkur. Orba të gjithë sa duash hajtë e rajnë kish lashit sa atje ke gjithë vend se më këtu në rajnë. Si keni siguru këtë pronjë? Si e keni siguru? Unë e kam dhurume nga njëri baba jem me trashëgimi të babës tem. E kam me akt në trashëgimi se edhe me testament, edhe me tona, edhe me drejt parablerë, me gjitha, i kam të gjitha dokumentat e rregullta. Unë jam me rrugë se si ka mundësi, mas 20 viteve me tarë letra me dalë jashtë. Po kanë asnjëherë po në mjese për gjyq. Atëherë me fjalë aty e mrapan, kanë vazhduar do me ato iniciativat tona që kanë pas mundësi me bën, edhe kanë marrë venim 2014 si hedh poshtë gjitha veprimet e zyrës përparimore sepse nuk janë aktet e mjaftueshme, dokumentet e mjaftueshme, origjina e provës. Ti kallzoj tona me faktet tona i kam këto. Në 2014 Pra në 2014 kush e mori këtë vendim? gjykata rrethit Shkodër. Gjykata thotë që ky zotëria s'është pronar, po thua? Gjykata rrethit Shkodër hedh poshtë gjitha veprimet e zyrës përparimore. Nuk e shpreh se ky është apo s'është pronar. Ky hedh poshtë venimet e zyrës përparimore me përmarues Martin Tushën. Ky venim bazohet në një venim gjykatet i 2002-shit që është bën që unë nuk e di si është bën. Këtu bëhet fjalë se këto familje e kanë uzurpuar në 97-ën. Tani ky zotëria do ma tregosh pak si u bë pronar? Ky është bën pronar me dokumenta false. Një, atë nuk e vendosim ne, po Normal. kur ka filluar ky që të dalë në Na nuk na në ndër dritë? 2012 në s'ka ditë sa. Se Po me letrat që i keni parë? me letra del me fjalë se ky ka filluar punën që shkuar me dëshmitare me punë të tjera si dhe gjyqe false që ka bën punë aty. Ka dokument të kthim kompensimit pronës? Ai fillimisht ka marrë 122, ja kanë heqë 60, ata ja kanë heqë edhe 45 se nuk kanë përputh me Si ja hoqën më? ja ka heqë gjykata. Gjykata se nuk përputhen kufit, si për shembull vendos pronë mi pronë. Aha. Këtu vetëm ai që e çon në fund din se çfarë bën, se tjetër nuk mund të them gjë. Ai që e çon në fund E keni komshia të personin që pretendon? është i firmon era nga ti. A, është po të kjo lagje? Këtu jeton? Po. Por ai ka 93 në Shkodër. Si 93, Ai është ka- pronar. Nuk. Ai ka 93. Papa i tij ka le dek duka gjë. Edhe gjyshi i tij, edhe s'të gjyshi i tij. Unë nuk e kuptua as vetë si ka mundësi të bëhet i pronar, po ka pronar. Është i vetmi me fjalë si Po gjykata çfarë thotë? Se unë kam parë një përballje tuaj në televizion edhe ai pretendon që ka dhe certifikat pronësie. Faktikisht ai e ka ble. Se si e ka ble dinë se unë blej makinë me di se ka probleme. Ose bicikletë. Ka ble certifikat? Ka ble ndërtesën. A, ndërtesën. Ka ble ndërtesën. Unë po them s'ku blejnim një bicikletë me di se ka probleme, se ka konflikt. Ose me po njerin që vjen aty, unë them ai jeni në pazar me këtë, po kjo ka di se 30 familje janë rënd. Pra ta me fjalë ka ble me fjalë në mënyrë. Ka bleme postësina se nuk ka as venim këshillit bashkisë. Po? Nuk ka venim këshillit bashkisë, hiç për privatizim. Po? Hiç s'ka. Edhe s'ka këtë trashëgim njët.
Ne kena zirë të AKP-a në Tiranë, si binak dhe syk pjetra nuk janë trashëgimtar kësaj pronet në Shkodër. E kena zirë në letrën, e kena çuar në gjykat. Ka makt dashikimie, ka makt marrëveshje, ka makt dhurimit, ka makt pronësijet, i kam të gjitha, i kam me dokumentacion të rregull të gjitha, ja u laj kopi, ja u vend dispozicion, e mund t'i qonin prokurorie ku doni ju, se i kanë qullë këta, edhe i shpreh edhe gjykat, edhe prokuroria, edhe të tana institucionet më të nalta e më drejtësisë. Janë ba dhe sanë se gjyqësori nësë këna kanë parën gjyqë e tihë, se ka ba falso. Bjeri shortin e gjyqëtorit, po të ebë, nësë këna marra s'këna ditë sa në botë se qa ba. A ju prezent atyre? Jo, vesh ku na kanë aletat me dalë jashtë. Këna hap gjyqë, këna ashtu shku në gjyqë, këna që bazë materiale që këna pas dokumenta. Përmarrimi i shtetit tash i ka marrë përsipër për me liru banesat mia, me ka dorëzu deri më sot 2 banesa që janë bosh që ishin duke ra mren, edhe është në procedurë në vazhdimsi për me liru krejt banesën. Këta nërhyjnë sa herë që çon shkresa, nërhyjnë të policia nga ta afërm tyne për mos me bëm mbështetjen e përmarrimit për me liru banesën, por megjithatë unë besoj që shteti do funksionojë. Nërhyjnë shteti, pse ti shkon? Jo, nuk kam nërhy, unë i kam si që i pat ju, me dokument me personal që më ka dorëzu përmarrimi i shtetit. Nuk kam nërhy vetë, më ka dorëzu me personal, me venim ka njoftu dhe policin që i gjonit e vunan 2 banesa në posedim. Po, por ato duhet t'i zjerë shteti, jo ti personalisht. Jo, përmarrimi i ka zjerë, jo une. Gjykata i pezulletën a veprimet preparimore, a i martitusha u denua 3 vetë burg, si zbatej venim në reguat pa urnë e pa gjana, për marusi, atër se di që apo më gjatë. Tani ky përmbarues ju A i denu me burg për 10 punë, 3 vetë burg. Për këtë punë? Për 10 punë, martitusha. Ua, Atëra, ky faleminderit. bëni pa di penale se na i kena falso flet atë marrëveshje. Unë kam një pronë që patë edhe ju me dokumentat të rregullta, e kam një të gjitha procedurat ligjore deri më sot. Jam me do banor aty që e kanë pushtu prej vitesh dhe nuk një gjojnë me dalë. Edhe ne na pa thirr prokuroria rrethit, edhe i kanë çuar gjithë familjet akt marrëveshjet në prokurori dhe kanë 4 vjet atje derisa na u kthy me fjalë, okay, se janë në rregull me film Filip Koragjiut, po në Pra nuk jeni zaptues. Nuk kena zaptues. Në qartë. Pra këto dokumenta tregojnë që ju ka futur bashkia. Bashkia, edhe nuk kena Shumë e qartë. uzurpuar si thot ai, se në venimin që ka fitu pronën atë që e kanë uzurpuar. Po e dëgjova edhe në përballjen tuaj, prandaj Po. Mas kësaj, ky e ka apeluar, nuk diskutohet. Nuk bën dakord me kurrë pal me fjalë që është në puna e tij. Por unë menova se kur u përballëm me Eni Çobanën atje, po bën diçka Eni. Po edhe Eni sigur nuk po duk se Nëse ta lëm zonjën në punën e saj, dhe ajo ka punën e saj që kërkon kohën e saj dhe mos në hym tek ajo. Ajo më tha mos shiko mos i ta 37 vjet ta nuk ka zgjidhur ky problem. Po hajtë zgjidh ti. I tha mund, zgjidh ti. E unë do ta zgjidh, po bukur zgjidh ti. I kjo thotë që ka shans se kanë uzurpuar. Asnjë nuk është uzurpuar. Kto është e vërtetë si dikush e ka shif. Se këtu për shembull kena Mbaj afër, lutem se të dëgjoj. këtu kena për shembull Po. Kena pa bërë një kallëzi penal për Prokurorinë Tiranë. Po, për çfarë? Për falsifikimet e këtyre pronave. Edhe na kthye përgjigjja negative ne. E apeluam në gjykatë Tiranës. Gjykata e Tiranës na dha drejt ne, si më kthye prokuroria për me kthy mbrapa. E apeloj prokuroria atje, e kaloi bile para 10 ditë na kthy përgjigjja e apelit Tiranës se prokuroria do të ndjekun këtë çështje prapë. Pra ju e keni çuar këtë zotërim për falsifikim dokumentave? Po. E keni kallëzuar në gjykatë penale? Në gjykatë penale në Tiranë edhe gjykata e apelit Tiranës para 15 ditë na ka kthy përgjigje se këtë letra e gjana do t'i ndjekun prokuroria për herë dytë. Kjo është Shkodrës. E Tiranës. E Tiranës e apelit. Po gjykata e apelit Tiranës e ka dhënë venimin. Pra është shkëputur nga si çështje nga Shkodra? Apo Jo, si çështje e ka privatizuar AKP në Tiranë. Uri muja në atë kohë, ishte drejtori AKP-s.
Agjencisë Kombëtare të Thimit dhe Kompensimit të Pronave. Pra, ju zanathillën e problemit e keni 96, më sa të kuptoj. Deri në 2012 këtu nuk ka pas asnjë problem. Jo, kur ju ka ardhur juve problemi nder, kur ka filluar si 2012. 2012 bashkia ka... Ju e keni taku ndonjëherë të zotëria dhe i thoni që hajde të gjejmë një rrugë zgjidhje. Por tani më mbrapa, keni biseduar me të tjerë njerëz të asaj familje, se s'besoj se është... Janë kërë 5 vllazën edhe nuk është veshja ati prona, se ka falsifikuar ai jo vllazët tjerë. Pra vllazët janë më S'kan njarë. punë vllazët ish me këtë pronë. As familjes. familja, vetëm ai, se ka bu me falsifikime. A pronari vetëm ai, nuk kanë punë vllazët. Ne kuptova, me qartë. Atëra, duke vu para kushteve shtira kadastra, i ka kërkuar disa dokumenta këtij. Po, Edhe ky nuk ka mujt me i siguru këtë dokumenta dhe ka pushu gjyqin, e komitu pushimin e gjyqin që ka pushu. cilin gjyq? Se ju keni hapa shumë gjyqe se s'po e kap do të ritmin. Për këtë kthimin e kësaj prone. E ka Pra, pushu. ju keni gjykata, më fal, kadastra, Kadastra ka kërkuar, po, Kadastra i ka nën detyrë aktivizët njës. po, Që bjerë aktin e trashëgimisë, aktin kadastral. Edhe ta arrestojnë pronën. Edhe të kthejmë pronën. Këtë s'ka mujt me siguru. po cilën pronë, tokën apo ndërtesën? Tokën se ndërtesë ka po shteti. Tokën se për ndërtesa është e shtetit. Ndërtesa është e shtetit. A e ka blerë ky E ka ndërtesë? ble, E ka ble, pasi e ka ble. pasi e ka ble. Pra ju tani keni, këtë zotërinë e keni quar edhe për ndërtesën dhe për tokën? Për të dyja, po. Edhe në gjykat penale, edhe në gjykat administrative? Ku sa gjyqe keni hapë? Sa dush. 20. Sa nuk ka gjyqtar si se ka një këqeshti i herë dy që nuk ka Shkodra ma. Një rallë kanë për unë. Ja, mere mikrofonin se nuk të dëgjohen. Po, si të quajnë zonjë? Trosha Martini, një rallë që kena pas Po. me ta një gjyq, në gjykat të apelit nuk ka pas asnjë gjyqtari i apelit si e gjykon se ka gjyku disa herë këtë çështje, edhe kanë pru dy gjyqtare prej Vlonit. Pra, të gjithë Janë trupa... konsumu. Konsumum të në gjyqtarët. Ti që ka bërë histori. Edhe ato gjyqtarët prej Vlonit, gjonit i kërkoshin origjinën e pronës së nga i vjen kjo pronë gjonit. Tha, mua prona ma është vjell, tha. Ma është vjell ajo dosja dikur. I tha, në rastin tha se të vjellet patenta në rrugë të male, tha e kenë disa vende të regjistru. Shko që e origjinën e pronës ka të vjen, tha filloj gjyshet me këta. A i gjithmonë nena ka përdor zvarë, gjysh mas gjyshit, fejt i ka bashkia, se bashkia kur ka njës përfajsus, kishte vjet me ditë se ka 30 e i familjen të. E ka qu përfajsusin atje në Tiranë, ja ka shqit gjënë shkamit Lorenz Luka me përfajsus dhe vetë. Po kush që shqiti? A shqiti bashkia apo ja shqiti Ministri i Arsimit? Bashkisja dhirë përfajsusi bashkis këtu me shku. A shtirë atje kur është bërë ankande, ajo shqitja? Edhe ka shku përfajsusja bashkis, Po? janë jena bëllë. Ka shku përfajsusja bashkis edhe ja ka shqit gjonit. Gjoni atje ka ble një nërtes të i ramren. Nuk e ka cilësu se kjo nërtes është me familjar. Vesh ka Ku fotografuj shkojnë në të familjar tjetër. që janë tash 20 jetën këtë nërtim. Në tonë gjithkun ekziston drejtin e parablemje se ka ai që jeton në të nërtim. Na kena shumë vite. Ne, shtetit ja kena bërë shënërtimin e tokën. Tokën, po t'ishte me i ka shkon tonë Shkodra, se tokë e pronarve të Shkodrës. Shteti ta merë tokën, kompenson me lekun. Gjoni, ashtu në prej majs duka qenit dënë me pas 60 dëllim tokën Shkodër. Ore, në qofë sa i ka me tapir, t'i gëzoj sepse është e drejta e pronarit. Se ne nuk duam që të cënoj një pronar. Arrisim 30 vjetë të inaj. Po për vedi i kom po 30 milion pun njëtë nërtim, shtije. 30 milion investim. I kom I ki hedhë në këtë shtëpi? po para 10 vjeç. I kom balën e 30 milion. Më ka pa ditë kom pesh me shem një murë që ka një rëzum, ka pa ditë që në shkambit. A tash nuk shtyhet më jeta me të, se për baba në rrugë. Aja është njeri ma jullë dhe ma i nivellit njerëzor. Nese, mos ofendojmë se nuk e kemi këtu. Se nuk e kemi as prezent, do që të mbroj veten. Po, do t'i flasësh, ne e kemi të lirë, fole kemi emisionin. Mbaj afer, A fjala e pjesëve, na kem pasur rëzësi që se kem drejtë në gëzri. E ke jo këtë mua vetë.
i kena thonë të vinë që na tash 12 vjetë, gjysh për që ditë që falë të me thonë. 12 vjetë. 12 vjetë në përgjyshje, 10.000 i dashën. Unë ko marrë me himran, që të më ke thonë të jashtë. Që me thonë, tash ka tërth. Ta ka shqit Jezefja, pashin e zezë. Ate ku janë mitunet, demokrat. Jezefja me lërën shlukër me këta, në përmes të nëshri. Jozefja kush është? Pa Jezefja të polja jonë. A, Jozefina. Po. Se edhe ajo është në këtë mes? Bashkë edhe ajo, edhe Luranci, i kërë shkujtë nga thëmë më ka të nërë shkurtar. Ja, mos ofendojmë, mos kalëm në ofend. Ja këna hënë të në palati, marrë më në shkitë palatin ti. Edhe kështu që në morë në përgjyshe, ta shë parë kështë. Na ka qitë fjallën, këtë bukuroshi, si këta jonë kanë hinë fërëtëri. Ashtu nëtë, kanë hinë fërëtëri. Po, e kam dëgjuar këtë. Këtë në letrat, këtë me nëqët, të të na, e kena quen në përkori, në pasar gjithë e kënë përkoria. Edhe kanë kontrolë, e na kanë kontrolën, me i këtë letra, na hatë të tonë, edhe mu të tonë, si, je përshtetë ma sutram. Unë përshtetë e hasë për këtë të bindë të mojtë, bindë shpjame, unë ha malë me kanë shtetë. A i është ankuar se ju e keni kërcënuar, si është e vërteta? Edhe kjo kërcënje i ka hënë, tu kap me gratë, tu kap me fi, tu kap me shko. Në përqyqe, në ka shti dhe gratë i gjyqe, ka shko gratë, me ladë se kanë të shërua mire. Po pse nuk i privatizuat ju? A ma thot dikush pse nuk e privatizuat? Po me kërkesë së pranuar, më. Nuk e pranuar? Po? Në proces gjyqësor. Shtu thonë, ha? Po pse nuk e privatizuat që në 92? Po s'na pranuar, pra po me kërkesat e shumirat. Ja, mbaj afër? Kur jenë proces gjyqësor, thot nuk... Po s'o kanë përgjësat e Marije. Okej, ja të mas jaroj Dhe mua. Noci. Po, Kur ko kanë procesi, si kanë abo kërkesën. po, që të qojmë se është njësë edukate. Për me privatizuar në banorët, në rësë nuk kanë ako këthi përgjigje, nuk e shumë të arsyeshme për mu privatizuar. Atëherë. Atëherë, Po. kryetari Në bashkisë. çfarë viti ka qenë kjo? 96-ën, 96-97-ën. Po 92-shin u bën privatizimet në Shqipëri. 94-ën kur ju u futu. Po na bo me letra dhe me këse na jena me letra, këshim në tu e që na i bo me kërkes bashkisë, për me këthy abjet na... Abjekt banimi, po? Tonin. Po? Se në letra e kanë thonë, drita uje Do i bësh vetë. do t'i bojmë vetë. Po. Kena bo të na vetë. E qartë, e kam shumë qartë. Edhe në tash prej ju shqikilar nuk kërkojmë kur gja, vësh i kërkojmë prokurorisë të një kur këtë çështje falsifikimet. Ose të nga thonë të li është. Pse, për arsye. Mirë, prit, rrim të prokuroria, prit, pastaj mbaje mend këtë. Po ti i bën thirrje prokurorisë, po kjo prokurori ka 12 vjet që jeton këta. Prokuroria e kthye ke letrat negative. Bashim kazim penal të krimi ekonomik i kthye ke në favor tanë. I qoke krimi ekonomik të prokuroria, o ka një fat milushi, e kanë hjek shpaku se janë shto, edhe kthye ke përgjigje thërë ke negative për ne. Po pra, po tani kujt prokurorie, se përdesa Prokurorisë rrethit gjyqësore. Po i drejtohesh Ju prokurorisë? drejtohem me prokurorisë në Tiranë. Shkome edhe atje, në kthej përgjigje negative. Pra gjithmonë kanë qenë në favor të zotërisë? Po ti u pagosh i lekt. Në zdon shim lekt, se shirim drejt. Atë se themi do se si kemi parë lekat, po E këna letër, atë gjyshin, atëra e fut me në gjysh, atë prokurorin e fut me në gjyshin, gjykata administrative shkos po në Tiranë. Po? Gjykata administrative në allat drejt ne. E rëzoj prokurorin. E kuptova. Prokurori e apeloi në gjykatë të apelit Tiranës. Gjykatë e apelit në këthej përgjigjen, thotë si do t'je këtë çështje prapë në prokurori, thotë për arsye, thotë se na... Tani ju dhe prokurorin e keni shumë gjyq? Jo, prokurorin po. Edhe prokurorin? E shumë me prokurorin gjyq, se na këthej Pra ju jeni negative. me gjyq me gjithë? Po, Me shteti, me prokurorin, Jo, me... 50 gjyqe, tash nga ka përgjigja për gjykatës së apelit Tiranës, si na ka dhënë drejt, nuk ka pushuar, na ka dhënë drejt, edhe prokuroria do të njekur këtë çështje. Nga fillimi? Po nga fillimi. Edhe 30 vjet tjera? Para 10 vjet që ka arsye prej gjykatës së apelit Tiranës. Po, Llogaritë ku kena shkuar na. të merë. Tash, si ka mundësi ky privatizim i joni veç gjithku në Shqipëni më bo, po venim Këshillit Bashkisë. Po akt trashëgimisë pronave, se s'ka akt trashëgimi tonë, ti sa i ka lënë dukazinë, ka pas shërbëzim dukazinë, ka punën kooperativ. Nëse mund të ketë në një tafën që e ka pas toka S'kan këtu. pasit. Pronar. Kur kush pronar, letë u kanë zonë, këtë kanë rëpart ushtara, kanë kohën e pajtë.
zogët që tu. Ka kanë rropat ushtarak, salla kolve, gjona ushtria e tu, një Po pjesë. si se gjetët ju ndonjëherë atë origjinë e pronës? Mirë ai. Po kena gjetë se kena shku të akti trash i kemi nisë në Tiranë, ku në të prët e Shqipërisë. Po. Edhe në ka këtë përgjigjen aty se binak Pjetër Shkami e sy ka shoshja nuk ka trash i kemi për në të Shkodër. Edhe e kena për gjykatës. Edhe gjykata që bëri? Gjykata tash e ka rëzuar, e ka loj aperi më gjykuar shkallë parë, këj po shoj që gjyshin se pas se pe humë. I kam të gjitha dokumentat, kam akt dashikimie, kam akt marrëveshje, kam akt dhurimit, kam akt pronësijet, i kam të gjitha, i kam me dokumentacion të rregull të gjitha, ja u laj kopi, ja u vend dispozicion, e mund t'i qonin prokurori ku doni ju. E pas se po me gjyse, se alape një vlonës, me pro aktin në trashikimnis, kërse ka aktin në trashikimnis, atër blokoj gjyset. Nuk ka aktin Shumë e ngatruar. Si kryetari bashkisë e shka shke ligjin, ka lësho një letër si kryetari bashkisë jenë atakot si ke në test privatizotin nga Gjashkami, kryetari Lërës Luka. Ku ka kryetari bashkisë të tërë botë si ka drejt privatizimit, vetëm venimi këshillë bashkisë. A i do t'hi në burg për jetë punë ishdash, me pa pas prokurori e gjykat, Lërës Luka ishdash më rrasë në burg. Se nuk ka drejt a i me lëshok as një privatizim vetëm venimi këshillë bashkisë. E kam qartë. Edhe s'ka venim këshillë bashkjetit. Me kuptova. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Janë shumë gjëra për t'u thënë, shumë u thanë, dhe sa më shumë thuhe, aq më shumë kuptohet që çfarë po ndodh në këtë vend. 30 familje në gjyq me të gjithë për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Për të mbrojtur ato banesa ku janë futur po me vendim këshill bashkiak të fillim viteve 90, por që sot mas 30 e kusur vitesh, atyre u thonë dali. Po ku dali? Për këto dhe për tjera do flasim në pjesën e dytë. Rikthehemi miq, ndodhem në një nga lagjet e Shkodrës, quhet lagja Skënderbeg. Këtu është, mbas krave të mi, është një ndërtesë e cila dikur ka qenë shkollë ndërtimi e mesme. Pas viteve 90 në këtë ndërtesë u futën disa familje nga Bashkia e Shkodrës, si të pas 3. Këto familje kanë jetuar aty, kanë lindur fëmijët janë martuar, sot mas 30 vitesh, një person që pretendon dhe që deklaron si pronar i tokës, ka blerë dhe ndërtesën, ndërkohë që këto familje nuk kanë ditur gjë deri në 2012. Nga 2012 dhe deri në 2025, sherr e gjyqe pa fund. Janë gjyqe aq shumë sa janë ezauruar gjykatësit e prokurorët e Shkodrës dhe kanë marrë dhe borxh nga Vlora. Kështu është apo? Kështu është. A ka gjë më hallë se më thonë fëmijëve sot mos hajdeni babën në Shqipëni, se këtu sa është Gjan Terezi. A ti kështu do thuash? Edhe u kom thonë, mos hajdeni babën në Shqipëni se sa është Gjan Terezi. Edhe tonë që janë këtu gati tani kanë jashtë. Këtu nuk është të vërtet se është zaptupi duka gjizve, se këtu ka diskutu dhe jeni. Të më falin si për meni emnin. Po këtu ka Ragip Kurti që ka kanë oficer policijet e ushtrijet. Ka Ramatan Isufi, Haxhi Skenderaj. Janë banor këtu? Janë banor. Po? Por tash detyrimisht që dikush për kushte më të mirë ose të favorshme ose për t'u afruar afër njërit ose tjetrit, dikush e ka shitë, dikush e ka blerë. Si zona Vjerdha është e linë nën Shkodër. Si zona Vjerdha. Vajzë oficerit i 100 vjet me sheku i Shkodrone edhe e ka pru bashkia i tu. Sot i thot Gjan Shkami del sa pronemja. Edhe e ka akt marrëveshjen që bashkia nuk merr përsipër për ta kthyer në ambientin e banimit. Si atë po me parë. Dikush e ka 6 deri në 12 muaj, dikush e ka po afat, dikush pse, nuk o ditë se ku është shteti. Edhe e pas e kanë ditë se çfarë bëhet, për ata e kanë bërë. Edhe zotërin të banor janë të gjithë, a? Banor. E ka shit gjoni pjesën. Banor. E kuptoj. Banor për shembull. Po. Ajo është një banor që e ka emrin Martin Tallazja, ja ka bles Skënder Vukaj ka kanë oficer. Që ka fut bashkia? Që ka fut bashkia. Por domethënë këtu nuk është në mënyrë abuzive kërkosh. Gjergj Papleka ka kanë mjek, dermatolog në spital. E ka shit një tjetrit, sepse
është zhvendos në një vend tjetër, se ekonomia e tregut erdhi dhe Po si e shitën? E shitën kështu si e bleve te? E bleve kështu privatisht. privatisht. Po noteri si e shkruaj tjetër? Unë e kam ble privatisht si vllai-vllajt. Unë e kam ble, unë jam Martin Tavasi. Në mirë besim. Në mirë besim. E kuptova. Në mirë besim. Edhe unë vetë nuk kisha frikë. Aq mos i kisha, e bleva me fut familjen time, kam jetu shumë mirë, edhe unë personalisht si kry familjar, si jetoj këto tash, që ishë në 2000 ishit, unë s'kam as pak frikë për i Gjërnshkami, se Gjërnshkami s'ka asaj sa kam unë, jo s'krejt nërtesën. Unë kam një hymje, por s'kam frikë as pak, se unë e di krejt kapacitetin e ti, se ai vetëm dikush e rren ata se një më i merë nxjerr, po s'ka si gjatë vete. Edhe këtu në banorëve u kam thënë, mos keni frikë prej tij. Mos keni frikë as pak, sepse ai mundohet me nxjerr diçka si shumë kush, por s'mund ta nxjerr kur. Se po ti ishte kanë me nxjerr, tash 20 sa vjet ta kishte nxjerr. Po s'ka gjë as i gjatë vetën. E kuptoj, sa ke harxuar për këtë shtëpi? Po unë kam harxuar shumë më shumë se sa kam ble. E kam kthy në shtëpi tamam. Se kur e kam ble, unë e kam ble përvezore 5 milion lekë e kam ble si hymje. Po sa ke hedhur? Sa ke hedhur? Po kam hedhur 25. Lirisht i kam hedhur 25 nda. Do kishe ble një hyrje ti me ato. Po e kam ble, kam shumë mirë, dhe jam shumë i gëzuar për ta dhe s'kam frikë as pak. Dhe unë e falenderoj Zotin, jam shumë i kënaqur. Pavarësisht se hidhen këso kokra sa dush që munden me strapacu, po s'kam frikë as pak. E kam me akt në trashëgimisë edhe me testament, edhe me tona, edhe me drejt para blerë, me gjitha, i kam të gjitha dokumentat, në as paguajnë qiro, as mu, as shtetit, po janë disa që edhe i mi kanë lëqu banesat mia me qiro. E disa i majnë të mëllona, e kanë edhe ka 2-3 banesat vedat. Njeri që quhet kundra disa tjerëve, na mërën vetëm Zoti. Nuk i nimër Zoti një të pa drejtit me hell 30 e sa të drejtë në rrugë. Nuk besoj, kur. Këta nuk e besoj. Gjithçka mund ndodhin, po nuk e besoj. Edhe këtu ne u them, mos keni frikë. Sa veta bëheni në familje? Unë jam 7. 7. Grunë 5000. Edhe 5000, ti kesh me jetë. Faleminderit. Me çfarë merresh? Unë punoj ndërtim. Ndërtim. Unë punoj vazhdimisht, unë dal herët këtu pak i njohin, unë dal pa dal drita prej këtu dhe vi që i tash erdha prej punës. Si e çuni jetën përpara duke ditur që keni 12 vite stresin mbi kokë? E di kjo. Shejtani gjithmonë punon në këtë mënyrë. Nuk i lën njerëzit ta. Por jo se mundet me i mujt. Kur? Unë mendoj kështu. Nuk mundet me i mujt. I lo disa, edhe psikisht, edhe fizikisht, edhe ekonomikisht, se dhe unë kam derë lek. Por atë lek që i kam derë, prep nuk më lodhin. E kuptoj. Edhe shpresat e kjo. Okej, ne fjalën kemi, vetëm fjalën. Keni shkuar në një kryeministrit? Keni bërë ndonjëherë, keni ndjekur në një rrugë në shkurtër? Po, jem mënu bashkë më shumë. Drejtoja drejt për drejt, çfarë do të thonë kryeministri po ta kishe këtu përballë? Po, kryeministri do t'i thoja shif anën e drejtë, jo pjesën e mashtrimit të disa personave që munden me hell po drejtësi mi të drejtën. Të drejtën me këqyr, alla krejt shteti shqiptar, edhe krejt shteti i Shkodrës tashmo e din se kush është e drejta, se po t'ishte kënë të drejta ti do t'ja kishte dhënë. Por nuk e shef, i zvarrit, por atë drejtën e kem. Jam shumë i sigurt. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, shumë faleminderit. Faleminderit. Kush e do fjalën? Zonjë. Jo, do të pyes unë. Po patë mundësi. 2 fjalë. Na pastor bashkia 92-shin. Ajo na pastorë dominazë për jota, ja ka shit aty, si sa merret më ashtu. Çfarë më thon? Jemi po për shumë. Po mirë, një bashki jashtë, po këto bashkitë e tjera, kryetarët e tjerë, nuk kanë folë gjë për këtë komunitet. Se sa kryetar janë ndruar që nga ky ish kryebashkiaku. Po tan janë nisej. Asnjëri nuk ka qenë në anën tuaj që të vi. Tan janë të korruptuar. Të vinë të qajnë hall këtu. Ju ka mbledh kush kështu siç u ka mbledh unë tu qaj halli. Një shto jo vesh jemi si të jo. Nuk ka ardhur kush. Pak kanë. Se gjërat po të qartësohen kështu, edhe mund gjetet një zgjidhje. Qoftë për ju, qoftë për zotërin, qoftë për gjithë problemet që ka Shkodra. Se ka një problem që është mbi probleme, si puna juaj, në Shqipëri janë me mira familje që jetojnë në ish ndërmarrjet, ish shkolla, ish konvikte, të cilat kanë dalë jashtë përdorimi
për funksionin që ato kanë patur. Para një jave kam trajtuar një rast Tiranë identik të kuzina Dinamo. Dhe ata një ditë bukur kuptuan që e ka bler pronari, po janë shumë raste dhe duhet një ligj unifikues që ju të merrni zgjidhje një herë përfundimisht. I të punë e ka po bashkia një. Bashkia në ka stërhua një, bashkia ka lanë ati jashtë rregull. Pra ju bëni përgjegjës vetëm bashkia. Vetëm bashkinë, kur kush faj tjetër. Bashkia Shkutës, për fillim në fund. Po bashkia pa një dokument që e kishte marrë nga Agjencia e Kthim Kompensimit Pronave, pra fillon më herët problemi, kam përshtypjen unë. Bashkia një ka stërujito, 92, 98. Më i kena kërku bashkisë me ka thonë nuk privatizohet sa është shkollë, i duhet shtetit. Në atë, ndërsa se s'ka një zhuar, atë bashkia ja ka lanë Gjershkamit, se Gjershkamit ka lanë lekë, për tjetër, i ka mashtruar. Po. A bën më thonë, u falë në nërë sport. Hajde. U falë në nërë sport ju, si kini orë më në një muë më në afruë. Ne duam vetëm zërin dhe transparencë. Ashtë një fjole vjetër, shko një marë, e qëtë bu në ujë, shko një 100 urët, e shko në vjetër. Tash na menim zotit, e me drejtësit tonë, e me sinceritet, na do t'i dalim së e punës. Se i keqi, të bon me hje keq, e gjanë të banë. Na do t'i dalim për bakë së e punët, se na nuk i kena hi forësishtët, po da nga parë. Po? Po në rrethën. Jo, atyri. Edhe, menim zotit do të kalojmë edhe këtë të falën e ju, edhe të si në kanë arë dita, në kanë arë tjerë. E sa këta janë për të falenderu shumë. Edhe policia në kom shtetë ne, jo këta. Këta ndërhyjnë tek policia, se kanë tafërn ma tjenë polici, që njëkojnë për mos me mështet për marusin. Për 10 vitesh? Po, për 10 vitesh. Nuk kam që, pra me pak e në gabim, në kështë për jashtë. Aja shumë e vërtet. Ne Shteti kokës me kanë atjere. Në kam shtetë policia. Ne. Pra, ne jene me gjitha në regull, me letra në regull, me gjitha në regull. Aj, ka të në shokë, parë për të Po jam dakord, ti thua jam me letra në rregull, ai dele thot jam me certifikat me vull elektronike. E këtë se kuptoj unë. Dhe ore se kuptojnë qytetarë që du në ndjekin, se kemi 30 familje që i ka fut bashkia, bashkia i futi, bashkia i shiti objektin me gjithë familje që i futi po vetë. Këtë nuk kuptojnë njerëzit, ata që në ndjekin gjithmonë. Ka të dojë se 99% akto, jo në 99%, po 200% e ka shqitë qeveria demokratike. E ke garantuar prej mirë, po jam demokrat vetë. Por, kjo nuk i ka hi, ashe këra studje në Tiranë, këj ministri që e shkojmë na, unë e shkoj, nuk e këna studje atje, se me pa studje atje, a i na ka animu nga thonë drejtën. Kush u ka animu? Qeveria sotme. Qeveria sotme ka animu? Na ka animu për mos me daljo. Për mos të dalë? Po, se... Pra të tutë të nëzorën një? Ata më kërshi shpinë. Ai normal, kjo beson që e ka nimu normal, se edhe falenderojmë Zotin se kur nuk janë një pa drejtit, do të thënë se na ka nimu. E qunë ndim, e kuptoj. Derisa s'fiton një pa drejt, ja lo. Në 96-ën ky zotnia Gjanshkami ka kenë frat në Rom. Frat. Shumë mirë, punë nderuar. Punë nderuar se frat është mi gjithçka. Erdh prej Romet blev një hymjen 4. Najti 2 vjetën ta. Pa e keni pas dhe komshi? Po, najti 2 vjetën ta. Mas 2 vjetëve raqë unë kompromis me ta e bleva unë për nanën teme, për print mi. Në atë kohë në tërtë kanë kenë me pakicë, edhe rame dakord ba me një deklarat me 5 dishmitarë që Gjanshkami muar i kesh vlerë lekut, shiti shpinë. Kur e shiti në rast se shteti ty të gjenë rrugë madhe, unë s'kam asë një detyrim për ty. Në rast se shteti gjenë rrugë madhe. Ky që e pati përond veden, e pati tokë babet, pse mua prind, misori e dhati poshte për pjetë. Nuk e pati të veden gjoni, se dhe gjoni e blev. E shiti, ma shiti mua. 500 euro në ashtë një kanë në betonin se bëkurë.
Orba të gjithë sa dosh hajde rajnë kish lashit sa atje ke zjetë vend se më këtu në rajnë. Në kish lashit rajnë sa të mund është ti. 93-shin, Gjoni, si i ardhën për i Dugagjini, si s'kishte ku me nej, i blenë shpinë Kollucit njënit këtu, që Kollucin e strehej bashkia. Kur e strehej bashkia, Kolluci, si Kolluci po e thonë na, kushtet shtira për lek edhe ja bloku. Kur e bloku shpinë e Kollucit. Ate janë zërë gjyshtë. S'ka rëndësi. E blu shpinë e Kollucit. Mas e blu shpinë e Kollucit ja ka shit një pashpetniku tjetër. Ky, me deklarate, me firma, 6 firma, edhe i ka hangër fjallë edhe i ka qunë gjysh. Lese e qënë gjysh, po thotë s'kam pas pronë me shito. Aty janë prej 10 vite që jam unë në konflikt me ta, që i kam privatizu, ja kam pagu shtetit gjitha paret, i pagu i toksat edhe sot për te. I tha dhe jeni janë te. Si ka mundësit ati ke bota i gabim të qitë. Ti ke ble shpinë të në pronë tone. Si ble shpinë në pronë tone? Pra dhe më thonë, kjo është i pa. Ky vjen në pikë nësë mërë thënë nërtesa këtu. Ju jeni këtu se s'ka funksionu, s'ka dhënë pikat li drejtësia dhe ju tani jeni... Nuk marrën edhe me keq. Na kena i familjar këtu. O bashkia, po, bashkia është administrat. Bashkia këtu në këtë vend, bashkitë e qeverit kanë bërë... Këtu një kanë familje... shqit gjysë në Shqipëris për atë. Po ikë po migru në Itali. Ka arë kryja, ka thy shpinë për me himran. E kana bloku, ka arë policia, ka marë. Ka do në gjysh si pandehun, është dënue. Mas kësaj, mas 6 mush i ka thy shpinë një tjetit prapë. Edhe është në proces Po jam pse qik marë bu. Përgënjështru një lajmë që është dhënë dje, kundër meje, se unë kam thuj banesa, ashtu unë kam një pronë që patë edhe ju me dokumentat të rregullta, e i kam një të gjitha procedurat ligjore deri më sot. Drejtësia në qose nuk fillon për në fillim. Vet akt trashëgimit, të mak trashëgimin ka i vjen prona. Ja lirojun muj Pra po të ketë, po thua, këto 2 dokumenta, cilët janë? Akt trashëgimit. Ja ktheu andej nga ajo. Akt trashëgimit prej kur rrill prona, akt kadastral me ka kufizohet edhe unë ja liroj i pari. Se unë i pari kom nuk. Nuk ka po gjen, nuk e ka ata. Na janë atë binun 1.000.000% se atë nuk e ka. Ai nuk ka. Nuk është prona. Ka se s'ka se na ja din ku sa ka njëri Po ka hinë në denë që të më do ku ka... Na din sa ku s'ka i të mërzere, nëse dina se ku ka dorë të ku ka Po më ky paska shumë të forta po thoni që... Po normal se e kam shtet dikush. Ati o thash po, dikush e rrenë se nuk i mëjnë nxjerr, dikush i ndihmon për mbrapsht, jo për marrë. Na shtetit i kena bërë shëndërtimin tokën, shtetit gjonit si kena kurisen. E kuptova. Qa du bëni tani? Ta shëndim me thoni këtë. Po, mbaj pa Do kapë. të përdojë edhe i shpejt ati zotit të ministër, si vetëm dhe s'rokun pa me marrë, se po atë vek tonë shënti dhe po me vitu e s'ka me marrë gjë. Ka merë një... Na ka thonë. Unë si person, unë menoj edhe si nuk u gi kë me këto marrina deri tash. Edhe Dugajgjinësit janë burat në Rum edhe kje nërë menoj me Dugajgjinës. Me të thonë drejtën, unë do t'i kisha thonë Gjonit veken për balë, aman, tërhiqu ma mirë bërnojnë. A si kom thonë marginal. Shiko, Gjoni mund të kërkoj edhe përballje me ju këtu në këtë rrugë, në këtë vend. Po e mund ta kërkojnë, mund ta kërkojnë. Do pranonit ju nëse ai do kërkoj këtu ku jeni, të vi përballë me ju. Po na këtu jena. Na si se kërkojnë. Na ti lese ulin një sokariga. Ja, se me nej si njëri në rrim edhe nuk ka problem as pak, por vërtet ai duhet më ngi tash me pa se nuk më nxjerr gjanë këtu se ai ato më nuk më nxjerr pa drejt. Por nuk nxjerr, ashtë e kur. Edhe të lodhet sa do të së Prep në shta ka mu zvarrit, na prep i jena, por nuk fiton gjanë asnjëherë. Edhe nuk e kam frikë as pak. Ka mundësi ta shpejt diçka një venim të dasës. Nga verifikimi thot i hartave të vjetra, rezulton thot se nuk paraqitet konturi pronës pretenduar nga kërkesa venimi i Këshillit të Ministrave. Po? Numër 747 datë 9/11/2006. Edhe këtë thot shprehmisht. Në asnjë dokument e paraqitur nga subjekti dhe atyre të mbledhur nga zyra rajonale AKP-s Shkodër, nuk provohet si dhe kur është fituar kjo pronë nga i njeri Binak Pietra Shkondër. Kush e thotë? 2008.
Kadastër. Kadastr. 2014 me fjalë merr vendin gjykata si anulluan gjitha veprimet e zyrës përmarimore me përmarues Makintushe. Po mirë, kur janë anulluar, çfarë frikë keni ju? Apo Është në një proces i hapur tani? Ku jeni ju tani? Për momentin që flet. Se jena në shtëpi tonë ka bëjmë muhabet me ty. Se me shtet zdim se ku jena sot. Me shtet zdim se ku Por jena sa procese gjyqësore kemi të hapura. Pikërisht me shtet nuk dim se ku jena sot. Kena gjyqena. Sepse ky para një viti, para 2 vjeç ka apruar gjoba për çdo familje. Ka 500.000. Po. Jena në kurt, kena marrë avokatin, kena pak bukaret, janë po gjyqet, e kena fitu gjyqin. E ka ankimua. Tana janë po grumull atje në gjykat natë. Pyetët, si janë kimoj, ta fitojnë, unë janë kimoj, atje rrin, atje si zbulë kush, si kërën kush, si shef kush. Shumë që fiton një njeri që s'merr pronën për 30 vjet, e zëm se ai është legjitim. Nuk po e paragjykoj s'është, po unë po e marr mirë që është, me që ka një certifikat. Po nëse ai është, çfarë fiton një njeri që se merr pronën për 30 vjet? Sorollatje, me rajon. Unë nuk mund të lodhje pa gjakut. Pashin e barën thojnë. Unë nuk mund të them se çfarë më. Ai vetëm lodhje. Unë po Nuk mund të them. po të isha kënë venditet, kisha thonë përballë. Fali se u kam shqetësuar deri tash po i pula Një generator para derisa me kofi derën e kujshis se ja kishte shit ty. E thej derën, dur me i thamë mos e the, u përballë me të, e pa dit me ardh policia. Tha polici së është ba nami, tha. U thyje i derë, tha së ba nami. Shku me i bane me denuncim në polici, kena shku disa herek vetë për atë denuncim. Thanen nuk ka kënë në gjanë madhe që me që më gjatë këtë punë. E dasmen thot më dhe ndëmlet se i prish kojshis qëtësin. Ai me generator me prederën e kojshis fresibel, nuk ta prish qëtësin. Kërkoj për i policisë që gjitha njëto defekte janë defektet policisë për më na çu në vetgjysi si mushi këta banorët, të paligjshëm. Çështja është se konfliktin ju e keni shumë të hapur. Ne e kena për çdo vend Dhe me të. urojmë që të zgjidhet ky konflikt, mos shkojmë më tej. Sepse konfliktet që trashen nuk janë të mira fare për komunitetin. Edhe dikush do duhet vërë dorë që të zbardhet një herë mirë. A i thot se këta i mërën policia, këta janë të lidhën me botën e krimit me policinë. Po, ju ka akuzuar se i keni kërcënuar madje. Po, po. Do kërcënu të në shpitur. Po kur vjen e të kërset të dera, e flet fjallë ma negative. Po kush jam mos me kërcënu atë? Me my edhe pak e ko. Gjithmonë ka ke një fjallë e urtë, më leme në shpite me. Bashkia çfarë sjellje ka kashiju tani kjo? Para një vitit na kanë jena drejtu bashkisë Po? papi grup. Ja, se merr atë. Edhe na ka kthy përgjigjës që kjo i takon gjykatës. Unë thash edhe në fillim që këtu është bërë top ping-pongut. Shkot te gjykata, ky është punë me gjykatën, ja ka lënë gjykatës apelit, gjykata apelit Tiranë, gjykatës Nalt. Shkon te bashkia se na jena banor bashkisë. Bashkia duhet me majti soi përgjegjësitë, ky thot kam hin thot vjet thot s'kam detyrë thot për me sjell strehim ty. Edhe faktikisht na tash s'kana as interes as na për me lyp strehim se kanë pagu lëkurën e trupit për me kthy në ambient devanimit tu. Se ky ca veti 25 i ka xhu ky, unë tash po 90.000 euro nuk është as i banor këtu si është Pra 30 familje. Ha, si kanë harxhuar. Nga 20.000 euro. Po, si më i pak ti thëmë. Gjithë secili sipas policisëve. Se gjithkush ka harxhuar, edhe më shumë 25, unë kam harxhuar 30, ai tjetri ka harxhuar 28, tjetri 35. Çfarë dush? Dhe kishin ndërtu vetë gjithë. Po normal, po tash. Jo pas keni ble edhe një herë. Po kjo është e keqja tash se me ik nuk mundesh me ik. Se vjen të hinmën. Po jo ma me X, po jo mos ke nevojë me ik as ta. Ato është edhe, a ka gjë më hall se mund thon fëmijëve mos hajde në Shqipëri. A ka gjë më hall me i thon baba fëmijëve mos hajde në Shqipëri, babë se s'keni çfarë bëni në Shqipëri. A ka gjë më hall. Më na bëva ju si më kena më rritë se për zotin jetë për këtë Falë nëse deshtë me thonë dy fjallë. Po. Se kja ka emisionit po flasë dhonë. Isha vaj që një fjallën atë ku voloset, jetë dhe të me folë. Unë jam Ardiana Tavasja, jam bashortja Martini. Kena artë para 25 dhe një tonë. Derën tonë e ke hapë me një shtyme. As kam pas baja, as kam pas kohni, as i satë. Kena artë me një fmit vogël. Edhe kena shpëdzu ashtë sa thaj.
2012 kur na ka policia, unë se kam pas burrin në shtëpi. E din ton ku ishi. Edhe janë shty janë rra me gra se me burra kishna urdhën se i merr policia. Kur ka Martin Tusha një aty që ka arsi për mërus, e na përball me gra, ka ikë si qenë mërus. E sa përball me kurne. Me pakem drejtësiaj, kishte ardhë, kishte thënë shtetit ordna. Po policia shkret, kishte ardhë të në shi, në gazet, e me ba detyrën e vetë se se cili policë të një rogë. Edhe kur për puni, gjën shkami sot në ta vite, më ka marrë familje e me më ka strehu në shpi vetë, edhe unë jetë e fermentim. Se kam pas burën shpi, se të naj me 5.000 vegjel, gjoni për ditë përse të në përdër, akuzat e gratë, unë nuk jam keni 100 vjeqe në atë kohë. Edhe ka akuzut të në gratë e ti palatit gjithë për në nash. Jo mi ja qartë makinës, ja kënë qartë disa shoqet mijat, po ka kënë me bra, me furë, qa ka bo gjashkomi një këtë banes, një këtë familje të. Edhe sot, para dekove ka ardhe ka bo foto shpis huj, se unë jam shpit huj atje, shpin teme kam i to, e din toni të. Edhe ka ardhe i bo foto pri lirë. Mija, mam, ka ardhe i burë ka në bo foto shpis. Kam dal, e kam thonë që i ka bët, ja kur e son ka marrë, në lëmër i thash plas në bashkë, herë qëmë vinë me më bo foto fmive në brëvër. Kur vi funi, thot burrit të me ty se kam, e kam me këto tjertë, nuk më kam amik se me burr në ito. Kur nisë më kam amik se që e në ito tonë. Gjosh kami, i shalë zët, a zotin qilë kom shirë për të tonë, se a i ka dosh me alon ka herë denimin. Mas ja lof shteti, ta pa del në bodol, e jetë. Në i bodol se i meshmi në pasër i dhe. Unë me qitë... Unë i kash po të me thonë, gjosh kami mos kujtojnë se janë shumë shpina shkallaj. Se kena kënë 30 reja që i kena thëtë ta në brinti të të rrugullu, se tonë fëmija tonë që janë i të janë rriti të, sot janë rrugash. Thot djali, du me i thë se s'kam qapa i ka shpini të tonë të rrugullume. Nuk kënë pa i fëmija ti që zgjenë, po dhe të mi që i ka ma vegjel janë të mi. E i kena tonë me shkolla që me punu për shtetin, e dirams që vine në i ble votat në për shpija. I ta ashtë me ba. Nëse kjo është emisioni falun fola bela ma shumë se o desht ku i sholla shkon ku voloset. Ky vend. Faleminderit. Ke fol hapur fare. Ma hapur se kash. Tani, kemi ardhur drejt fundit. Do bëjmë edhe një mbyllje bashk. Zakonisht unë gjithmonë i them kryeministrit, jo se më pëlqejnë kryeministrat. Ta them hapur, unë bëj përgjigjes gjithë kryeministrat për gjendjen e Shqipërisë sot, mas 35 viteve të ashtu quhetura demokraci. Por duke menduar që ndonjëherë mund të heqim një linjë të drejt për drejt me të sotmin, me të nesërmin, me kështu, me rrallë, u them qytetarëve që intervistoj, thuja kryeministrit ball për ball, tani çohu edhe thuaja, qa do ndodh në qoftë se nuk vjet drejtësi. Drejtoju nga kamera. Ju falenderoj gjithë edhe këta pjesëmarrësit, sidomos edhe ju si televizion. Kryeministri desha me thonë vetëm këtë fjalë. E ka përmend këtë fjalë në Sroku shumë herë, i gjën shkami veç në Srokun ka me marrë, se s'ka me marrë kur palë shumë jetat tonë jeta që në banorë do. Sepse e kena humbur shpresën. Kur ju thon fëmijëve mi, mos hajteni babën në Shqipëni, unë e kam humbur shpresën. Edhe kur kam humbur shpresën së mëlimet asjeta. Kaq desha me thonë. Faleminderit. Miqtë e mi, këto janë disa nga dëshmitë e atyre banorëve që mundëm gjenim, sepse kuptohet njerëzit kanë halle, kanë probleme, jo të gjithë ndodhen tani këtu në emisionin tonë, por janë 30 familje, janë mbi 150 persona që jetojnë në këtë objekt, ish shkollë në kohën e diktaturës, por pas viteve 90 ka qenë straja e vetme për këto familje. Çështja është shumë e ndërlikuar. Në disa instanca të drejtësisë dhe me shumë shkresa që nuk e di a do duhet futet edhe Spaku në lojë, nuk e di, por mali me dokumente është këtu. Edhe Spaku ti ku keni drejtuar. Edhe Spaku? Edhe Spaku ti kemi drejtuar. Po qa përgjigje ke marrë nga Spaku? Do shifet rezultati kjo përgjigje. Do shifet. Pra është mali me letra që nuk i jepet drejtim dhe sot në 2025-ën kryeministri thotë do shkojmë drejt Europës, ndërkohë që këta banorët mendojnë se çfarë do ndodh nesër.
Pjesën tjetër, bëjni analizë vetë, ky është emisioni nga lagja Skënderbek në Shkodër. Emisionin e radhës ne do të shkojmë në një tjetër zonë të Shqipërisë, gjithmonë me mikrofonin ton, me emisionin fol, për të sjellë zërin e tyre të drejt për drejt, pastër, pa censurë. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.